Shikues të zërit të diasporës të Albikej TV, tash kam kënaqësinë që pas një pune intenzive të komunitetit të diasporës në takimin e fundit këtu në Tiranë, të marrë një intervistë apo një opinion nga zotriu Skënder Xhakaliu, ish ambasador i Kosovës në Gjermani, njëkohësisht antar i kryesisë së dhomës së biznisit këtu në Tiranë apo në Shqipëri. Zotri Skënder, faleminderit shumë që gjetët kohë për neve, natyrisht të përgëzoj për energjinë, për punë dhe për angazhimet që po bëjnë lidhje me biznesin shqiptar përgjithësi dhe natyrisht prezantimin në mënyrë briljante të Kosovës në periudhën si ambasador. Faleminderit shumë, kënaqësi që jemi me juve së bashku sot në Tiranë në samitin e 4 të diasporës. Më thuaj pak për samitin e 4, si e pas, si hece dhe çka fituam nga ky takim i madh? Unë jam pjesë që nga viti 2019, pjesë e dhomës së biznesit të diasporës, në atë kohë e krijuar nga Ministria e Diasporës, antar kryesi, dhe që nga samiti i parë deri sot kam përcjell çdo samit, çdo vit. Besoj që çdo vit kemi një përparim më të mirë, një organizim më të mirë, u pa edhe ky samit që është shumë mirë organizuar, ka pas diskutime për të gjitha drejtimet e mundshme që i përkasin diasporës, nga kultura, arti, sporti, shkollimi fëmijëve, bizneset, afaristë e tjera. Pra besoj që është një organizim i suksesshëm që është bërë këtë ditë. Tu vëzhguar gjithë procesin, unë mendova që ishte një atmosferë briljante, që unë kam qenë për shumë evente, por kjo ishte një madhështie llojit vet, më shumë entuziazmi. Më tregon aspektin e biznesit, çka po ofron Shqipëria për biznesin, edhe çka po ofrojnë bizneset të diasporës në Shqipëri, edhe sa po kanë mundësi ta tërhiqun investimin nga jashtë Shqipërisë në Shqipëri dhe në Kosovë natyrisht. Si antar kryesisë i dhomës së biznesit për diasporë, e cila është themeluar që nga viti 2019 dhe funksionon pikërisht për një urlidhje nga bizneset e diasporës, edhe për bizneset e kompanive të huaja, por natyrisht edhe për bizneset tona që veprojnë në vende të ndryshme të botës. Ura lidhëse është dhoma e biznesit. Dhe ne përmes dhomës së biznesit të diasporës në Tiranë, e cila ka një staf të mrekullueshëm, bëjmë të gjitha mundësitë, ofertat për mundësitë e investimeve në Shqipëri. Shpresoj shumë që kjo dhomë të ketë suksese, sigurisht që ka pas deri më tani. Përmes dhomës kemi arritë që të bëjmë disa prezantime, që të bijmë disa kompani, ta vizitojnë, të kenë takime në Shqipëri, dhe tani duke parë që edhe legjislacionet në fuqi janë duke garantuar investimet, pra është krijuar një klimë më e volitshme, është bërë një garanci edhe nga shteti për investimet e huaja. Ka interesim, jashtëzakonisht këto vitet e fundit, duke parë edhe zhvillimin e turizmit, që të investohet në Shqipëri, sidomos pjesën e energjisë. Pra edhe në sektorin e energjisë, po edhe në investimet për aspektin e shërbimeve. Kemi një kërkesë të madhe, domethënë, për shërbimet të cilat veç janë duke u krijuar qoftë në IT, qoftë në teknikë, ofrimin e softverave, ofrimin e shërbimeve të inteligjencës artificiale. Pra është një mundësi e mirë që është duke u krijuar në Shqipëri, duke pas parasysh edhe intensitetin e qeverisë shqiptare, e cila është duke bërë çmos që në vitin 2030 të jetë antare Bashkimit Evropian. Unë shpresoj në të, me thuj pak a shumë në çfarë forme, në çfarë mënyre komunikon biznesi apo një biznes që tenton të investojë në Shqipëri, çfarë forme ju kontakton juve që ju faktikisht të ndihmoni në kalimin e byrokracisë pak më drejt për drejtë që të realizohet biznesi pa pas probleme byrokratike që jemi mësuar pas në për Ballkan përgjithësi deri më tani. Pikërisht. Dhoma funksionon në kuadër të Agjencionit Kombëtar të Diasporës, pra është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe kemi qasje në të gjitha institucionet qeveritare. Pra në ministritë përkatëse aty ku kërkohet dhe kërkohet ndihma e ndryshme për investimet e huaja. Natyrisht edhe agjencionet tjera dhe shoqatat, odat ekonomike që veprojnë në Tiranë e kryejnë detyrën e vet, po ne ju ofrojmë një shërbim, domethënë përkatës direkt në institucione për t'ju ofruar të gjitha informacionet që janë të nevojshme dhe natyrisht për t'i
orientuar në drejtimin e dur se ku ata duhet të paraqiten. Ne kemi shumë kontakte edhe nga aspekti privat, edhe nga aspekti i punësime në Gjermani, si afarist, tani mbas përfundimit mandatit, si diplomat, ku kemi shumë kontakte me kompani të ndryshme dhe ne shprehim një dëshirë të madhe që ata ta vinë dhe ta vizitojnë. Po jo vetëm ta vizitojnë, por të keni projekte konkrete me cilat ne mandej i kanalizojmë në ministrit përkatëse apo në institucionet përkatëse. I shumë sot në vizitë të një kompanie që prodhon, që punon me metale, sidomos me alumin. Sa keni mundësi në bashkëpunimin me kompani të tilla, cilat kanë mundësi të krijojnë referenca pune që të kemi sa më shumë referenca pune që kanë mundësi me mbështet kvalitetin sipas premtimeve që japin klientët, sidomos për perëndimin. Janë disa kompani që cilat kanë filluar domethënë të jenë suksesshme dhe kjo është një shembull shumë i mirë edhe për kompanitë e tjera. Se nëse ne kemi një kompani që ka sukses në Shqipëri, qoftë edhe në rajone tjera, në vendet tona, Kosovë, Maqedoni, atëherë natyrisht që është një mas shumë pozitive edhe për kompani tjera, të cilat nuk e njohin shumë tregun, ose nuk e njohin shumë popullatën për shembull që ofron Shqipëria ose Kosova ose Maqedonia. Prandaj çdo histori e suksesit është një plus shumë i madh për t'ja thyer mendjen ose për t'i bindur edhe kompanitë e tjera të cilat dojnë të investojnë. Pas krizave që ekzistojnë në Evropë, sidomos nga lufta e cila është në Ukrainë që sa vite, ato kompanitë të cilat kanë funksionuar ndoshta me prodhime të ndryshme në ato pjesë të Rusisë, Bashkimit ish Shteteve të Bashkimit Sovjetik, janë duke kërkuar treg në Ballkan, sepse është një afërsi shumë e madhe, kemi natyrisht edhe një logjistik shumë të shpejtë për çdo prodhim që prodhohet qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, në Maqedoni, pra në treve tona, që të ofrohet malli domethënë në Bashkimin Evropian. Kjo e bën tani këto 2 vite të fundit këtë pjesë shumë atraktive që ato biznese të cilat kanë sanksione dhe nuk mund ta zhvillojnë biznesin e tyre në ato shtete, sidomos në Rusi, kanë kthyve mendjen në Ballkan. Unë ju përgëzoj për punën edhe njëherë, ne si zëri diasporës, ne edhe emrin e kem të tillë që faktikisht që është mirë edhe keq për shqiptar, qoftë jashtë Kosovës, Shqipëri, qoftë brenda, e ngrisëm zonën lartë besa. Na urojmë që të kemë bashkëpunim më intenziv me media tona, me mua personalisht, gjithmonë do të jam në disponim, që ta nxjerrëm sa më shumë që është e mundshme kvalitetin e Shqipërisë, Kosovës, të rajonit në vende ku ka treg për to. Faleminderit shumë se unë ju përcjell dhe jeni shumë aktiv si zëri diasporës, natyrisht një titull i mrekullueshëm. Ju përgëzoj për punën, inkurajoj që të jeni shumë aktiv, domethënë se diaspora po shihet që çdo ditë po krijon rezultate, qoftë me bizneset e tyre në vendet ku jetojnë dhe veprojnë, po sidomos shtu interesi edhe i bizneseve tona të suksesshme që të kthehen vendlindje, që të investojnë në vendlindje, që të punësojnë sporin natyrisht bizneset familjare, por edhe me gjërë, sepse ne ofrojmë kushte maksimalisht shumë ndolishme, edhe në aspektin e tatimit, edhe në aspektin e infrastrukturës, edhe në aspektin e punësimit, dhe natyrisht një rinjit mrekullueshme që është e uritur për të pasur një punë në vendin e vet dhe mos ta lëshoj vendin, prandaj mëson fakti edhe përmes raportimeve tua, edhe përmes emisionit tuaj, që sa më shumë që është e mundshme ta prezantojnë diasporën dhe bizneset e diasporës kudo që veprojnë. Unë të falenderoj edhe njëherë, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë, ishte zotëri Skënder Xhakaliu, i cili faktikisht është i gatshëm për më na përkrah, është i gatshëm për më na dhënë informat, kur thon përkrah informata është kyç në gjithçka, e sidomos në bizneset e sigurisë biznesit. Nga Sabria Gjemi, zëri diasporës, natën e mirë pafshim. Grazie. Tani je i lirë, e tani ndëgjoni edhe shihni kur duhet të bash e kesha në kokë,